Ndërsa Allahu Azza wa Jalla përmend Kur'an thot: "Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Allahu thot: "Apo mendoni ju se janë të barabartë ata që dinë dhe ata që s'dina?" Allahu na u drejtu, ju drejtu njerëzimit. Si mendon ti se je i barabartë ti i njëjtë me një hoxhë që ka dije islame tamam, edhe që shpjegon dinin e Allahut, Kur'anin dhe Sunetin, mendo që je i barabartë ti me ta? Mendo që je i barabartë ti që ke marrë një diplomë në matematikë, je i barabartë me një njeri të dijes islame, me një hoxhë që është i nivelit lartë që din dinin islam, mendo që je mo doktor i matematikës, ti i barabartë me ta? Mendo që ti je mo doktor i fizikës ose i kimisë, biologjisë, je bo i barabartë me ta? Wallahi jo. Ata që është donë dija islame janë kulmin e dijes. Ata janë kalojnë dijen e krejtve. Çfarë do diplomet e ndrejtimet e tjera që të kish, nëse është njëri krahasteje që ka dije islame, po kur flas dije, nuk e kam për qëllim veç kapushi edhe kjo, po e kam për qëllim dije, nuk je i barabartë kurrë me ta, në dunjë dhe as në ahiret. Allahu tha: "Apo mendoni se janë të njëjtë ata që dinë me ata që s'dinë?" Që bëni si pyetje, a përgjigjen e dha vetë Allahu në Kur'an? Ai e bëri pyetjen Allahu dhe ai e dha përgjigjen. Përgjigjen e dha Allahu tha: "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allahu tha: "Atyre që ju është dhënë që kanë besu." Allahu tha: "Kush ka besu për juve do ta ngriti. Por atyre që ju është dhënë dija, ata do t'i ngriti lart, shkallë të larta." Këto e shpjegoi Allahu. Fillim tha mendu që janë të njëjtë. Në pjesën e dytë janë të njëjtë, se atyre që është dhënë dija ata kam i ngrit lart.